thoni se shejtani është armiku juaj, po ju nuk ndaloni së shoqëruari me të. Pra jeta juaj, praktika juaj nuk ka ndonjë dallim me mashtrimet e shejtanit. Mashtro shejtani, mashtroni ju. Gënje shejtani, gënjeni ju. Ngatro njerëz shejtani, ngatroni njerëz ju. Pra, ku e vendosim ne kufirin me shejtanin e mallkuar në jetën tonë të përditshme? Sepse kë do të ushqejmë më shumë në preokupimin e mendjes tonë, dashurinë për Allahun apo për dynjan dhe mirësitë e kësaj, ajo më pas do të jetë praktika jote e përditshme. Nëse ke frikë Allahun, do të jetosh jetën me frikë ndaj Allahut, duke u kujdesur që edhe një mizë mos ta shtypësh me dashje, siç edhe sahabët erdhën në këtë gradë të lartë besimit, ama po pa të preokupim dynjan dhe s'të intereson si e fiton, atëherë do të kesh shok djallin e mallkuar, i cili me të gjitha dredhitë e tij kërkon që të arrijë qëllimet e tij, që edhe ti kërkon të arrish qëllimet e jetës materiale të kësaj bote.